pyetja tjetër, selam aleikum hoxh. A është e vërtetë se disa dietarë kanë thënë se tatuazhet duhet larguar se nuk pranohet abdesi? A e kemi për detyrë të largojmë këto tatuazhe që i kemi bërë para se të udhëzohemi? Për këtë arsye, për largimin e tatuazhit do më duaj të harxoja të gjitha kursimet e mia që i kam për një rast emergjent. Allahu shpërblet. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unë nuk di ndonjë argument që kush ka tatuazh si pranohet abdesi, nuk di që ka argument as nuk e di që mund të argumentohet si e tillë. Tatuazhet i ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë, të cilin e transmeton Imam Buhariu në Sahih. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Allahu ka mallkuar ata që cili bën edhe atij të cilët i bëhen ato tatujat vizatimet në trupat e tyre. Mendoj Allahu dhe mësmiri se me pendim përfundon çështja. Por pastaj dietar kanë folur nëse janë në pjesë dukshme, është mirë mi mbulue. Nëse ka mundësi me hek, është më mirë me hek, është e padiskutueshme. Nëse s'ka mundësi me hek, abdesi është në rregull, veç do të më mbulue që mos më duk ato që bashkë se ato janë alametet të ignorancës, nuk janë simbolet në cilat bën mu krenu dikush me muslimanëve, Allahu alem.